Nderuar zonja kryetare e Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë që na ndiqni, sot është një seancë e zakonshme pune në Kuvendin e Shqipërisë. Janë 9 projekt ligje që ne do diskutojmë, debatojmë për to, shpresojmë që të debatojmë dhe do t'i votojmë. 9 projekt ligje që lidhen drejt për së drejti me jetën e çdo shqiptari dhe çdo shqiptare. Duke filluar nga siguria ushqimore, sepse të flasësh për sigurinë e bimbëve, sigurinë e kafshëve, flet për ushqimin dhe flet për atë që mbrin në tryezat tona, me të gjitha sfidat që siguria ushqimore ka, te siguria e udhëtimit që po diskutojmë tani, se sa të sigurt janë udhëtarët dhe se si mundet që të dhënat e tyre të jenë dhe të shkëmbehen me partnerët strategjik në mënyrë të sigurt, në postat kufitare, se si mundet të kalojnë ato pa radha e pa probleme. Pra, deri tek konfiskimi i aseteve të krimit, edhe projekt ligje të tjera. Ndërkohë që ne kemi ardhur të votojmë, dëgjohen edhe llogaritjet e karvanit të vajtojtësve, të cilat nisën me akuzat forta për vjedhje të votës, për fars të kutive, dhe ndërsa ne flasim, çdo shqiptar ka parë në dritën e diellit çdo votë. Është hapur çdo kuti, është numëruar çdo votë. Dhe çfarë rezulton? Cila është e vërteta? I njëjti rezultat, e njëjta renditje, e njëjta fitore spektakolare e Partisë Socialiste, e njëjta humbje madhështore e madhështorëve të dështimit. Dhe ndaj ka nisur kjo llogaritje e këtij ansambli vajtojtësësh që nisi nga Tirana, shëtiti nëpër Europë, edhe po kthehet përsëri në Tiranë me duar bosh, sepse dhe Europa, si në Bruksel, si në Strasburg, si në Komision, si në Parlament, në çdo forum të vetin, thot një gjë: Shqipëria pararoi në integrimin evropian. Shqipëria pararoi në integrimin evropian dhe është Europa e punës, është Europa e këtyre ligjeve. Një pjesë e madhe e këtyre ligjeve janë pjesë e parafrimit. Megjithatë, unë dua të ndaloj në një nga diskutimet që patëm në Parlamentin Evropian, të ngritur nga kolegu gjerman i Partisë së Gjelbërve, që ndërsa përgëzoi përparimin e Shqipërisë në mbrojtjen e biodiversitetit, gjithashtu ngriti dhe një shqetësim, që unë besoj që është dhe shqetësimi i qytetarëve të Tiranës, është shqetësimi i banorëve në zonën ku unë jetoj dhe shërbej, që ka të bëjë me ujrat, ka të bëjë me sigurinë e tyre. Jam vënë në dieni nga një grup i shqetësuar qytetarësh që i përket Bashkisë së Tiranës, të cilët kanë vënë re përkeqësimin e cilësisë ujrave e ujit në liçenin e Tiranës, por në të njëjtën kohë edhe në lumin e Erzenit, madje edhe në disa bazene dhe rezervuar të tjerë. Që do të thotë që urgjentisht duhet marrim me seriozitetin maksimal cilësinë e ujrave për t'i rikthyer atyre sigurinë që ato meritojnë, për shkak se lidhen drejt për së drejti me sigurinë ushqimore, me sigurinë e jetës. Kështu që do doja që ndërsa ne diskutojmë projektet konkrete që kemi sot, të marrim në konsiderat që jemi këtu për të punuar, jemi këtu për të votuar dhe nuk jemi këtu për të vajtuar humbjen, sepse të gjithë shqiptarët e din shumë mirë se çfarë u ka ndodhur kolegëve tanë opozitar. Po, ka ndodhur një vjedhje. Është vjedhja e primareve në partinë e tyre dhe ndëshkimin më të madh
e kanë marrë nga demokratët. Janë 200.000 demokrat që mungojnë në mbështetjen tuaj, ndërkohë që shqiptarët progresist që janë bashkuar Partisë Socialiste vetëm janë shtuar. Sot që flasim vazhdojnë ardhjet e demokratëve që e duan Shqipërinë, që e duan integrimin e vendit, për t'ju bashkuar forcës që po punon, për të përballuar ato sfida që ne i njohim, ato sfida të cilat po i adresojmë me këto 9 projekte që janë sot dhe me shumë të tjera që do të vinë, qoftë në seancën e fundit të kësaj legjislature, por qoftë edhe në seancat e tjera të legjislaturës së ardhshme. Prandaj të nderuar kolegë, le të jemi të qartë që ka vetëm një rrugë përpara për të integruar vendin. Dhe rruga është ajo e diskutimit të projekteve që kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve, siç kemi vendosur që të sjellim sot dhe siç po bëjmë sot. Nuk është rruga e vajtimit të humbjes së një force të caktuar politike, të një të ardhme të caktuar politike të dikujt, pra është e ardhmja e shqiptarëve dhe e fëmijëve tanë në diskutim dhe dritarja e mundësisë që ne kemi për këto 2 vite nuk do të jetë atje gjithkohën. Është një dritare mundësie të cilën ne duhet urgjentisht ta shfrytëzojmë përmes diskutimit dhe debatit shëndetshëm konstruktiv. Vepra e Karl Orff Carmina Burana rikthehet në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, shfaqje shumë pritur me solistë të mirënjohur. Korin dhe orkestrën simfonike do të vijë edhe sonte në drejtimin e dirigjentit Sergio Alopont. Mirë, fillojmë më gjerësisht, shkojmë dhe njërë në Kuvendin e Shqipërisë, vjojnë diskutimet dhe punimet. Kjo është seanca e parafundit për këtë sesion. Nuk po arrini dot ta përballoni dhe vazhdoni të njollosni Shqipërinë pa ju dridhur fare qerpiku. Kështu që kjo është thirrja ime sot, le të vazhdojmë diskutimin konstruktiv parlamentar të projekteve dhe të mundet të ecim përpara në integrimin evropian. Faleminderit. Nuk ja përmendi emrin në asnjë moment, zotit Berisha. Zoti Berisha, po. Përsëris atë që pra replik. Përsëris atë që i kam thënë parafolsit, se ky Biblën e lexon si manifest në Marksit. Ky njeri që flet këtu, u nxi, u bë ster në aulën e Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian për ato që u thanë, qoftë në raport, qoftë në diskutime të deputetëve më kryesor për farsën elektorale në Shqipëri. U nxi dhe doli bashkë me atë tjetrin, se me ke ishin dyve, ishte me Etjen Xhafet, a imagjinoni ju am ta apo jo. Kish marrë dhe Etjen Xhafet me vetë dhe dolen të dy të nxirë. Dhe tani u thot se kështu tha deputeti Grin dhe kështu tha deputeti tjetër. Çfarë tha deputeti përfaqësuesi i grupit kryesor Galer në atë fjalë? Çfarë tha raporti? Raporti tha se Shqipëria nuk zhvillon zgjedhje të standardeve, se në Shqipëri zhvillohet farsë elektorale, se shteti elektoral është vepër, se krimi mori pjesë në zgjedhje. Pra, në qoftë se u bë një gjykim, kontrolli politik i drejtësisë, aty ishte kur e keni të shkruar raport, atë raport që ti e përshëndet për ta fshehur. Se bën një përshëndetje ti aty thua, ja 3 herë dole nxori Rama si automat.